shkruan Gjergj Zefi. 2 javë më parë, në editorialin me titull Iluzioni i fitores së lehtë në Iran, argumentova se ideja e një fitoreje të lehtë ndaj Iranit nuk ishte plan ushtarak, por slogan politik. Shkruajta se vdekja e Ali Khameneit nuk garantonte fundin e sistemit, se Republika Islamike nuk është piramid që rrëzohet me prerjen e kokës dhe se presioni i jashtëm mund të prodhojë jo kapitullim, por konsolidim të vijës së ashpër. Sot ngjarjet nuk po e zbehin atë tezë, po e vulosin. Ajo që u shit si operacion vendimtar për të gjunjëzuar Iranin, po del ditë pas dite, si një keq lexim i rënd i natyrës së shtetit iranian dhe i logjikës së luftës asimetrike. Teherani nuk reagoi si regjim në agoni, reagoi si shtet që kishte ruajtur instrumentet për të zhvendosur koston e konfliktit nga fusha e bombardimeve në arterjet e ekonomisë globale. Dhe këtu hyn Hormuzi, jo si simbol, por si leva më e dhimbshme që Irani mund të përdorte kundër kundërshtarëve të vet. Pikërisht këtu po shembet narrativa e triumfit të shpejtë. Raportimet nga SBA tregojnë se administrata Trump e nënvlerësoi gatishmërinë e Iranit për ta përdorur ngushticën e Hormuzit si armë strategjike. Kjo nuk është më vetëm kritike kundërshtarëve të presidentit amerikan, është përshkrimi i një dështimi llogaritje në zemër të aparatit të sigurisë. Kur kundërshtari yt nuk mund të të mposhtë në epërsia ajrore, ai përpiqet të godaste energjia, te tregjet, te zinxhiri i furnizimit dhe te nervi psikologjik i aleatëve të tu. Pikërisht këtë po bën Irani. Të dhënat e ditëve të fundit janë brutale. Reuters ka raportuar se kalimet e tankerëve në Hormuz ran nga 37 në 0 brenda pak ditësh pas nisjes së sulmeve, ndërsa kalimi i naftës dhe gazit u afrua në ndalim pothuajse total. Një tjetër analizë e Reuters thekson se mbi 20% e rrjedhave globale të naftës kalojnë nga kjo nyje, dhe se tregu po çmon tashmë një krizë të zgjatur. Brenti ka kaluar mbi $1.000 për fuqi, ndërsa bankat dhe analistët po rishikojnë parashikimet për energjinë. Kjo është fatura reale e aventurës së fitores së lehtë. Ironia strategjike është e hidhur. Nga njëra anë, udhëheqësi i ri Mojtaba Khamenei ka dërguar mesazhin e tij të parë publik, duke kërkuar që Hormuzit mbetet i mbyllur si mjet presioni dhe duke kërcënuar bazat amerikane në rajon. Nga ana tjetër, ambasadori iranian në OKB ka deklaruar se Irani nuk do ta mbyllë zyrtarisht ngushticën dhe se respekton lirinë e lundrimit. Por realiteti i luftës nuk matet me semantik diplomatike, matet me ato që ndodh në terren. Dhe në terren anijet po shmangen, tregtia po bllokohet. Sigurimet detare po shtrenjtohen dhe tregjet po lëkunden. Pra edhe pa një shpallje juridike të mbylljes, efekti praktik është i njëjtë. Hormuzi po funksionon si gryke stranguluar e sistemit energjetik global. Ky është momenti kur propaganda bie dhe gjeopolitika flet. 2 javë më parë shkruajta se dekapitimi nuk është sinonim i kapitullimit. Sot duhet shtuar një fjali tjetër. Epërsia ushtarake nuk është sinonim i kontrollit strategjik. Mund godasësh fort, por të mos kontrollosh asgjë. Mund fitosh goditjen e parë dhe të humbasësh arkitekturën e kostove që krijon më pas. Administrata amerikane po e kupton këtë me vonesë, sepse tashmë është detyruar të kërkojë rrugë emergjente për të stabilizuar tregun energjetik. Përfshir një licencë të përkohshme 30 ditore për shitjen e naftës ruse të sankcionuar. Ky është pranim indirekt se kriza nuk është më periferike, por sistemike. Edhe më domethënës është fakti se SBA nuk ka qenë në gjendje të garantojë të paktën për momentin eskort detare të sigurt për trafikun në Hormuz. Reuters raportoi se Marina amerikane i ka njoftuar aktorët e industrisë së lundrimit se eskortat nuk janë të mundshme tani për tani. Kjo fjali vlen më shumë se shumë deklarata politike. Ajo tregon kufirin e forcës në një teatër ku kërcënimi nuk vjen nga një flotë klasike, por nga dronët, raketat, minat, sulmet ndaj tankerëve dhe paniku që prodhon një korridor i pasigurt. Në luftrat moderne mjafton ta bësh kalimin të papranueshëm ekonomikisht. Nuk e nevojë ta mbyllësh me dry ushtarak. Këtu del në pa gabimi më i madh politik i Washingtonit. Supozimi se Irani do të sillej si një objektiv i lodhur, i izoluar dhe i paralizuar. Por Republika Islamike sado e goditur mbetet shtet me refleks mbijetese, me rrjete rajonale, me aparate sigurie dhe me një kulturë strategjike që e njeh shumë mirë përdorimin e dobësisë si armë. Prandaj ajo që u shit si ofensiv për të dobësuar regjimin, rrezikon të prodhojë të kundërtën, forcim të bërthamës së ashpër, nacionalizëm mbrojtës brenda Iranit dhe zgjerim të kostove për kundërshtarin jashtë. Kjo ishte pikërisht pika qendrore e artikullit tim të 1 marsit. Sot ajo nuk duket më si hipotezë, por si diagnozë. Për Europën dhe sidomos për vende të vogla e të ekspozuara si Shqipëria, kjo krizë nuk është spektakël televiziv. Çdo tronditje në Hormuz hyn në çmimin e energjisë, në inflacion, në kostot e transportit, në pasigurinë e tregjeve dhe në klimën politike të Aleancës Euroatlantike. Reuters raporton se bllokimi i rrugëve tregtare në lindjen e mesme ka çuar në rritje të fortë të tarifave të transportit ajror,
edhe në çrregullime të zinxhirëve të furnizimit. Pra pasoja nuk mbeten në gjirin persik ato udhtojnë drejt Europës bashkë me faturat. Në fund problemi nuk është vetëm se u nënvlerësua Irani. Problemi është se u nënvlerësua vetë natyra e rendit ndërkombëtar sot. Një rend ku një nyje detare, disa sulme të koordinuara dhe pak ditë pa siguri mjaftojnë për të tronditur bursat, energjinë, diplomacinë dhe reputacionin e superfuqive. Kjo është arsyeja pse fitoria e lehtë ishte iluzion kur filloi lufta dhe po bëhet faturë tani. Në lindjen e mesme slogani fiton titullin e ditës. Por realiteti strategjik dërgon faturë javën tjetër. Dhe zakonisht ajo vjen më e rëndë se sa e kishin llogaritur ata që ndezën zjarrin.